Tek prajmi i sotëm, deri tani të paktën, kemi parë, me qa kemi ndjekur për gjithë ata që kanë parë Big Brother sonte, pam një orë u morën se si u puthën burr me burr, se si një tuf aty donin të nxjerrin një person tjetër atje, ta bënin biseksual me zor, mbas edhe s'është, po s'paktën sot nuk doli, kështu që ndoshta mund dalin një herë tjetër ose s'është fare, po kjo ishte lufta e madhe, por nesër çon si ka, një orë kjo. Pastaj ora tjetër u morën me vezë me patate, fuqishëm fare, edhe pastaj detyruan moderatorin e emisionit Ledionin të thoshte një gjë që sipas tij, ai edhe vetë tha, nuk e kishte thënë kurrë në asnjë edicion Big Brotheri që ai ka prezantuar, që ishte fakti që ju s'jeni, tha, fare argëtues. Madje shkoi deri aty, tha, sa që mund t'ikni gjithë dhe të fusin ca tjerë se rradha është e madhe. Desha t'ju pyes, a ju erdhe dhe ju kjo ndjesi? Se mu në fakt më erdhi deri diku kjo ndjesi, se po shikoja që ata vetëm, jo se bëjnë zhurmë, se është shumë normale që në Big Brother të ketë debate për plasje, shumë normale, por që diskutosh 2 orë me gishta në vesh për vezë, për patate, pastaj 2 orë, 1 orë tjetër me gishta në vesh për të nxjerrë se si është tjetri, a është puthur, s'është puthur me burra e kështu me radhë, pastaj ku diun është për zën apo një gjë kështu e tillë. Ajo duket dhe juve që nuk është fort argëtuese kjo gjëja? A ju mungon diçka nga ky Big Brother? A do doni të ishte ndryshe? Të paktën deri tani. Dhe a mendoni ju se moderatori i emisionit, pra Ledioni, kishte drejt kur e thate? Një pyetje e thjeshtë.